Përshëndetje shokë dhe shoqe të nderuara, faleminderit që jeni përsëri me ne dhe ju dëshirojmë shikim të këndshëm të videos në vazhdim. Nëse ne keni parë videon e kaluar, ne kemi thënë se është shumë e rëndësishme për neve si njerëz që ne me njoft Perëndin tonë, me njoft Zotin tonë se kush ai është. Edhe kemi thënë se janë kemi dhënë 3 arsye pse është e rëndësishme që ne me njoft Zotin. Kemi thënë se arsyeja e parë është shumë e rëndësishme me njoft Zotin sepse ai është krijuesi ynë, ai është ai që na ka krijuar neve. E dyta kemi thënë se është e rëndësishme me njoft Zotin sepse ai e din më së miri se si jeta jonë funksionon. Nëse ai na ka krijuar neve, normal që ai e din se si jeta funksionon edhe ne mund të mësojmë nga ai se si ta jetojmë jetën tonë këtu. Mi po kemi thënë se arsyeja e tretë, ndoshta më e rëndësishmja, është se ne duhet ta njohim Zotin sepse një ditë secili prej nesh ka me dalë para tij për të gjykuar. Dhe kështu është mirë që ne me njoft mendjen e tina, me njoft se çka ai thot, çka ai mendon, çka ai kërkon nga ne, që kur dalim para tina për të gjykuar, ne me njoft atë. Sot ne do të fillojmë me një video tjetër ku do të fillojmë tash me tregu disa atribute të Perëndisë, se kush Perëndia është. Nëse ne dëshirojmë që ta njohim Perëndin, ne duhet ta njohim se kush ai është dhe çka janë atributet e tij. Edhe njëra prej karakterave apo atributeve më të rëndësishme në shkrimet e shenjta është se Perëndia është i shenjtë. Perëndia është i shenjtë. Në fakt, i vetmi atribut i Perëndisë që është i përsëritur 3 herë vazhdimisht është se i shenjtë është Perëndia. Dhe arsyeja pse kjo është e përsëritur ashtu është sepse Perëndia dëshiron që ta theksoj këtë shumë dhe dëshiron që njerëzit ta kuptojnë se kjo është shumë e rëndësishme. Tash çka do të thotë që Perëndia është i shenjtë? Ka disa kuptime të ndryshme. Do të thotë se Perëndia është fizikisht i pastër, është moralisht i pafajshëm, do të thotë që është i drejtë, gjitha këto gjëra, por gjithashtu edhe një gjë tjetër është se ai është pa mëkat. Perëndia është komplet i përsosur. Edhe në të njëjtën kohë ai e urren të keqen, e urren mëkatin, e urren të padrejtën, e urren gjitha këto gjëra. Një kuptim tjetër është se për shkak se Perëndia është i shenjtë, çdo gjë që ai bën është plotësisht e drejtë, çdo gjë që ai thot është plotësisht e vërtetë, e saktë, kështu që është një Perëndi që nuk gënjen, nuk mashtron. Kjo është shumë e rëndësishme për neve. Në fakt është shumë e mirë për neve që Perëndia është i këtij lloji, sidomos në botën tonë ku ne vazhdimisht dëgjojmë gënjeshtra, vazhdimisht shohim padrejtësi. Është shumë e mirë që ne me ditë se krijuesi ynë nuk ka të bëjë asgjë me këto gjëra. Ai është plotësisht i shenjtë, plotësisht i pastër. Edhe kjo është e mirë për neve. Mirë, por në të njëjtën kohë kjo gjithashtu edhe paraqet një problem të madh për neve. Ky atribut i Perëndisë është edhe i rrezikshëm në të njëjtën kohë. Edhe arsyeja pse është i rrezikshëm është se po Perëndia është i shenjtë, Zoti është i shenjtë, mirë po ne nuk jemi. Ne si njerëz, ne jemi mëkatarë. Ne kemi bërë gjëra të këqija, ne kemi bërë gjunahe, si themi ne. Ne gjithë e kemi thyer ligjin e Perëndisë. Perëndia na ka dhënë një ligj se si ne të jetojmë, edhe secili prej nesh e ka thyer atë. Dhe se thellë në zemrat tona ne e dim këtë, secili prej nesh e dim se nuk kemi jetuar në bazë të standardeve që Perëndia neve na kërkon. Dhe për atë arsye, shenjtëria e Perëndisë është e rrezikshme, sepse kur ne vdesim dhe dalim para tina, nëse ne nuk jemi 100% të pastër apo të përsosur, atëherë me të vërtetë është një gjë e tmerrshme për neve. Perëndia nuk do të lejojë që asnjë person të hyjë në prezencën e tina me mëkat. Do thotë në mënyrë që ne të shkojmë para tij, mëkatet tona duhet plotësisht të pastrohen, sepse Perëndia nuk mund të lejojë, nuk e lejoj që mëkati të jetë në prezencën e tij. Në fakt, në një vend në fjalën e Perëndisë, fjala e Perëndisë na thotë se sytë e Perëndisë janë tepër të pastër për të parë të keqen dhe nuk e shikon dot paullsinë. Perëndia e urren të keqen apo mëkatin me gjithë fuqinë e tij. Ata nëse ne e dim këto, nëse e dim se Perëndia është i shenjtë edhe ne jemi mëkatar, atëherë si është e mundur që ne të pajtohemi me Perëndin? Në fakt, pyetja më e rëndësishme për juve, shikues të nderuar, që ju mund t'ja bëni vetes tuaj, është se si është e mundur që njeriu të pajtohet me Perëndin? Si është e mundur që njeriu të pajtohet me Perëndin? Fjala e Zotit na thotë se për shkak të mëkatit tonë, ne jemi armiq të Perëndisë. Ne jemi në armiqësi me të. Tash si është e mundur që kjo të ndryshojë? Si është e mundur që mëkatet tona të largohen prej neve në mënyrë që na mëmujt me qenë prezencën e Perëndisë? Kjo është një pyetje shumë e rëndësishme për secilit prej nesh.
po Perëndia urrej mëkatin edhe mos i nejemi mëkatar, atëherë me të vërtetë jemi në një gjendje të rrezikshme. Tash unë duhet ta lëm kaq, dhe dëshiroj që ju të mendoni gjatë kësaj jave për këtë pyetje shumë të rëndësishme. Si mundesh ti të pajtohesh me Krijuesin tënd? Ne kemi thënë javën e kaluar se në momentin që ne vdesim, në momentin që ne e marrim frymën e fundit në këtë botë, ne do dalim para Perëndisë për të gjykuar. Edhe nëse ne nuk jemi komplet përsosur, atëherë çka na pret neve është një dënim i përjetshëm nga vetë Perëndia. Tash ju mendoni për këtë, edhe në videon e ardhshme ne do t'ja japim përgjigjen se si Perëndia e ka bërë të mundur që ne të pajtohemi me të. Është vetëm një rrugë dhe është shumë e rëndësishme që ta kuptojnë atë. Kështu që përderisa ju mendoni, edhe luteni, kërkoni Zotit që t'ju tregojë juve këtë rrugë. Edhe në javën e ardhshme ose në videon e ardhshme ne do të vendosim një video që të tregojë se cila është rruga e vetme që njeriu mund të pajtohet me Perëndinë. Përderisa atëherë ju dëshiroj një javë të këndshme edhe kalofshi një kohë të mrekullueshme. Ju falenderoj.